fakteve. E njëjta gjë ka të bëjë edhe me masën e dënimit. Në rastet kur nuk ka prova, rriten edhe shifrat. Megjithë këtë, sa i rënd është një krim që nuk është provë dhe dënimi do të jetë nuk mund të kompensojë për një çështje që nuk është provuar asnjëherë. Mirë të nderuar gjykatës, unë do flas shkurt. Do vazhdoj aty çfarë ku e la zonja Sharameti sa i takon parashtrimeve me respekt dhe të gjëra lidhur me dëmin e viktimave në këtë çështje. Ne nuk duam të zbehim vuajtjen atyre të cilët kanë vuajtur në të gjithë Kosovën. Kur fola sot dhe kur fola dje në fakt, ju thash, nderuar gjykatës, që ne do të mundohemi që të jemi sa më transparent që të jetë e mundur. Dhe mendoj që pa ishte transparent kemi qenë dhe në parashtrimet tona me shkrim. Këtë gjë ne bëjmë jo vetëm si detyrim ndaj jush, anëtar të trupit gjykues, por edhe për faktin se ne mendojmë që kjo është vetmja mënyrë se si të vëmë drejtësi përmes kësaj çështjeje. Dhe vetëm në qoftë se ju të nderuar gjykatës do i vlerësoni pretendimet dhe akuzat e prokurorisë dhe do t'i krahasoni ato me vlerësimin gjyqësor të mbrojtjeve të akuzuarve, vetëm në këtë mënyrë do të mundni që të vendosni drejtësi në vend. Të nderuar gjykatës, ne dëgjuam lidhur me NKP-n në përgjithësi si dhe kontributin e synuar të zotit Selimi në këtë NKP. Dëgjuam parashtrime të detajuara si dje dhe sot prej meje dhe kolegëve të mi lidhur me rolin e pretenduar të zotit Selimi si inspektor i përgjithshëm dhe në pozicionin e tij si ministër i rendit publik. Zoti Selimi nuk ka qenë komandant. Zoti Selimi nuk ka ushtruar asnjë përgjegjësi e provuar në asnjë mënyrë dhe në asnjë formë. Këtu përfshin dhe autoritetin e pretenduar që zoti Selimi ka qenë antar i këtyre strukturave, pavarësisht faktit që ai ka qenë një antar i njohur dhe që në fillim i UÇK-s. Duke marrë parasysh faktin që zoti Selimi nuk ka pasur vartës, duke marrë parasysh edhe faktin që nuk ka asnjë lidhje midis zotit Selimi, sa i takon kontrollit efektiv, mendoj që përderisa prokuroria nuk ka dhënë asnjë bazë për këto pretendime, ky është fundi i argumenteve të tyre. Të nderuar gjykatës, sigurisht që ju do keni të vështirë që të shikoni të gjitha provat që ju ka hedhur me tonelat prokuroria, duke marrë parasysh madhësinë e çështjes, duke marrë parasysh numrin e përgjithshëm të dëshmitarëve të provave materiale, duke marrë parasysh faqet e dosjes prokurorisë, nuk ka qenë e mundur dhe realizueshme prej prokurorisë që të trajtonte me gojë të gjitha aspektet e prokurorisë. Sepse po ta kishim bërë këtë gjë do na duheshin 3 muaj për të bërë parashtrimet përmbyllëse për këtë çështje. Ajo çfarë jemi përpjekur që të bëjmë është që të vlerësojmë provat reale në këtë çështje, gabimet, mungesën e konsistencës dhe problemet me logjikën. Ne nuk jemi fshehur nga trajtimi i pretendimeve të ZPS-s dhe provave mbi të cilat mbështetet ZPS-ja. Kjo nuk do të thotë që duke referuar pretendimeve të ngritur nga ZPS-ja ndaj zotit Selimi, këto pretendime dhe akuzat duhet marrin ndonjë peshë, sikur se e kemi shpjeguar në hollësinë parashtrimet tona dhe në dosjen tonë. Provat kundër zotit Selimi për të gjitha akuzat e ngritur nga ZPS-ja janë kontradiktore, nuk kanë besueshmëri dhe janë të pabazuara. Në veçanti pretendime që zoti Selimi personalisht ka marrë pjesë në ndonjë krim të pretenduar, rrëzohen tërësisht nëse do bëhet një analizë e kujdesshme e provave që ka parashtruar prokuroria. Kur bëm parashtrime me shkrim, mund të kishim ndjekur qasjen e prokurorisë dhe të ishim përpjekur që të përsërisnim atë çfarë kemi parashtruar në dosjen paraprake dhe të pretendonim që vitet e dëshmitarëve që kemi pyetur dhe që kemi dëgjuar dëshmitarët tut mos kishin ekzistuar fare, por ne kemi përqafuar një tjetër qasje. Po ashtu mund të kishim shpresuar që ju, nderuar gjykatës, mos e kishit vërejtur ndikimin e dëshmitarëve që prokuroria as nuk i thiri ose qëllimisht nuk vendosi momentin e fundit mos ishin dëshmitarë. Dhe nga ana tjetër, ne mund të kishim zgjedhur të bënim të njëjtën gjë si prokuroria, por e vërteta është që ne i kemi etiketuar të gjitha provat të cilat janë në kundërshtim me qëndrimin tonë. Unë e kuptoj që ky është një proces gjyqësor ku ka palë kundërshtare dhe kuptoj që ZPS-ja duhet që të parashtrojë provat e veta në mënyrën më të mirë të mundshme.
Dhe sigurisht që qëllimi i tyre është që t'ju tërheq vëmendjen ju në ato prova cilat janë favorshme ose i shërbejnë argumenteve të tyre. Megjithatë, parashtroj se ka një dallim shumë të madh midis ZPS-s që përqendrohet në pjesët më të forta të provave të saj, siç beson prokuroria, dhe tërësisht duke injoruar se janë shkaluar kontraditat që rriten për informacionin që paraqet ajo. Mendojmë që një gjë e tillë e kalon cakun e palëve kundërshtar në një proces gjyqësor të tillë. Such an approach crosses the line. Pra, edhe një herë, një qasje e tillë e kalon pragun e prezantimit të palëve kundërshtare dhe shkon në keq interpretim ose në mosveprim. Të nderuar gjykatës, juve, nëse do shikoni dhe do të vlerësoni me imtësi provat, do të mbërrini në këtë përfundim që zoti Selimi është tërësisht jo i fajshëm, pra është i pafajshëm për gjitha akuzat që ka ngritur ZPS-ja ndaj tij. Si rezultat, zoti Selimi duhet të deklarohet jo fajtor dhe duhet të lejojë që të vazhdojë të shkojë në vendin e vet, pranë familjes së vet në Kosovë. Nuk ka asnjë bazueshmëri të gjitha argumenteve dhe të akuzave që ZPS-ja ka ngritur për zotin Selimi. Ju falenderoj për vëmendjen dhe këtu është fundi i komenteve përmbysës zotit Selimi.